Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 2 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje. 1918, General Motors blen Chevrolet Motor Company të Delaware. 1928, gratë e Korçës organizuan grevën e bukës, që ishte një nga grevat e para të këtij lloji në Shqipëri. 1940, anullohen zyrtarisht lojrat olimpike të Helsinkit. 1953, Mbreti Hussein zyrtarisht u bë mbreti i Jordanisë. 1997, Mbretëria e Bashkuar, udhëheqësi i Partisë Laboriste Britanike Tony Blair, bëhet kryeministri i parë i Mbretërisë së Bashkuar, pas 18 vjet të qeverisjes konservatore. Lindje. 1949, lindi Arif Demolli, shkrimtar shqiptar. 1975, lindi David Beckham, futbollist anglez. Vdekje. 2011, u vra Osama Bin Laden, udhëheqës i Al-Qaedës. Festa dhe përvjetore. 2 maj, festë e krenarisë kombëtare. Sot kemi përgatitur biografinë e Nikolas Kallas, i cili ishte një poet grek. Ai studioi për drejtësi dhe shkenca politike. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Nikolas Kallas lindi më 27 maj 1907, vdiq në 31 dhjetor 1988, ishte pseudonimi i Nikos Kalamaris, një poet dhe një kritik arti greko-amerikan, ndërsa jetonte në Greqi, ai përdori edhe pseudonimet Nikitas Randos. Nikolas Kallas lindi në Lozan, Zvicër, 27 maj 1907, por u rrit në Athinë, djali i vetëm i Ioannes Kalamaris, i cili rrithe nga një familje pronarësh anijesh dhe pronarësh tokash nga ishulli Syros dhe Rosa Karaja, e cila ishte stërmbesa e Markos Botsaris, udhëheqësit ushtarak dhe heroik të luftës së pavarësisë greke, dhe një pasardhëse nga familja Panaretio Karadia, një familje fisnike që furnizonte me zyrtar të lartë perandorinë osmane dhe me sundimtar të radhës principatat danubiane. Kallas më vonë u rebelua kundër prejardhjes së tij të pasur familjare, duke u bërë një trockist, i ndikuar fuqishëm nga ana e tij në politikë radikale, duke parë tragjedinë njerëzore të refugjatëve të katastrofës së Azisë së Vogël të vitit 1922 që përmbytën rrugët e Athinës, pasi kaloi ca kohë në Greqi gjatë viteve 1950, duke zgjidhur çështjet familjare pas vdekjes së babait të tij. Kallas filloi të shkruante përsëri poezi në greqisht në një stil të fshehtë dhe satirik. Këto poezi u botuan për herë të parë në revistën Avantgarde Pali në vitet 1960. Kjo çoi në një rikthim në Greqi, ku ai ishte i njohuar ose lënë pas dore më parë si poet. Poezitë e tij të vjetra u ribotuan së bashku me poezitë e tij të re në 2 përmbledhje, Rruga Nikitas Randos, e cila fitoi çmimin shtetëror për poezi në vitin 1977 dhe Shkrimi dhe drita në 1983. Interes për shkrimet e tij ku është arritur vazhdimisht në Greqi dhe tani ai njihet si një poet novator dhe një përfaqësues i rëndësishëm i modernizimit dhe një pararendës i surrealizmit grek. Pas vdekjes së Nikolas Kallas në 1988 dhe gruaja e tij, Elena Kallas, një vit më vonë, koleksioni i tyre i artit u trashëgua nga Muzeu i Artit Modern të Louisianës, Hombelbach, Danimark. Arkivat e Nikolas dhe Elena Kallas ndodhen në Bibliotekën Nordike në Athinë. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për qytetin me aromën më të mirë në botë. Për të gjetur qytetin me aromën më të mirë në botë, mund të jetë vështirë për të përgjigjur, pasi perceptimi i aromave është i ndryshëm për çdo person dhe varet nga shumë faktorë, si kultura, preferencat personale dhe konteksti.
Disa qytete kanë një aromë të veçantë për shkak të ushqimeve tradicionale, aktiviteteve industriale, klimës së tyre apo së shumti për shkak të florës dhe faunës së tyre të veçantë. Disa qytete janë të njohura për aromën e tyre të veçantë. Për shembull, Marrakesh në Marok është i famshëm për aromën e tregtisë së saj të shumëllojshme dhe për sheshet e saj tërheqëse me ushqime të shijshme. Në anën tjetër, Parisi është i njohur për aromën e freskët të pasticerive dhe kafeneve. Nëse preferoni qytetet me aromë natyrale, disa qytete bregdetare ose me natyrë të pasur mund të ofrojnë aromë të maniqme të detit, pyjeve dhe pemëve të frutave. Prandaj, qyteti me aromën më të mirë në botë është një perceptim subjektiv dhe varion nga personi në person. Çdo qytet ka diçka të veçantë për të ofruar kur vjen puna për aromat dhe çdo udhëtar do të gjejë një qytet që e bën atë të ndjehet si në shtëpi me aromat e tij unike. Por ja që edhe për këtë e kemi gjetur një përgjigje, ndoshta më para as nuk do t'ju shkonte mendja për një pyetje të tillë. Ja që sot do të marrim përgjigjen e saj dhe gjejeni pak, është shumë afër nesh. Hulumtimi është bërë nga një kompani britanike. Hulumtimi përfshiu 30 qytete në Europë dhe më gjerë. Qytetet u vlerësuan në bazë të pastërtisë, numrit të luleshitësve, furtarëve dhe parfumeve. Athina e Greqisë zuri vendin e parë ndër qytetet më aromatike në botë. Ky qytet historik dhe një nga kryeqytetet më të vjetra në botë mori një rezultat 8.3 nga 10 pikët e duhura, fal furrave të shumta dhe dyqaneve të tij që nxjerrin nota aromatike. Gjithashtu, Athina është një parajs lulesh me 31 luleshitës dhe 22 parfumeri në 10 km², që do të thotë se një aromë delikate qëndron në çdo cep të qytetit. Cilat qytetet të tjera janë në listë? Në vend të dytë është Parisi dhe në vendin e tretë Zyri i Zvicrës, për shkak të aromës së baget dhe rrugëve të pastra. Përveç tyre, kjo listë e pazakontë përfshiu edhe një sër vendesh të tjera, por ja që triumfoi Athina. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për ditën e njëjtë. Territori shqiptar për datën 2 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime mes kthjellimeve, vranësirave dhe rreshjeve të lehta lokale. Paraditja do të ketë intervale me diell në zonat perëndimore, ndërsa në zonat lindore dhe qendrore priten vranësira dhe rreshje të her pas hershme. Pasditja vijon me motë të ndryshueshëm dhe përmirësime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 19 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 18 gradë Celsius. Berat 9 deri në 19 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa në disa zona lindore mund të ketë rreshje të lehta.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 6 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 5 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Pej 4 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 7 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 7 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do rishjemi sërish nesër në po të njëjtin orë. Në vijim ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjetet më të fundit vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.